Vite të tëra në përburgje, tortura, dhimbje e sakrificë, por asnjëherë dorëzim. Nait Hasani, simbol i qëndresës dhe i fjalës së pathyeshme shqiptare, vjen në një rrëfim emocional për vuajtjet, rezistencën dhe rrugën e një njeriu që i mbijetoi kohëve më të vështira me dinjitet. Unë jam shumë e nderuar që sonte kam përballë një nga figurat më të njohura të rezistencës shqiptare, një njeri që ka kaluar vite të tëra në përburgje pa u dorëzuar asnjëherë. Zoti Nait Hasani, faleminderit shumë që na prite sonte. Mirë se erdhët. Mirë se ju gjetëm. Faleminderit shumë. Atëherë, po du me fillu pikrisht me burgjet. Herën e parë të arrestimit, çu e kujton? Ka qenë vitet të 10-ta? Me kthen në kohë shumë të largët të fëmirisë ose të rinisë, kur kena qenë aktiv pas viteve të 81 demonstratave, dhe ajo kohë ka fillu si nxënës dhe tani në pjesë e burgjeve, po ashtu si nxënës në 83-ën në fillim dhjetorit. E çfarë moshe tamam keni qenë? Unë, kur kam ra për herë të parë në burg, kam pas 17 vjetë, pa i bot 18. 17. Dhe erdhen policia, në arrestuan tu të shtëpia në morën, ne kishim shkrujt parola në për fshat, në për komunë të Prizrenit, ku kishim hapësina dhe mundësi. Parolat ishin Kosovë Republik, kushtatut jeme atër, jeme luft, Trepqa punon, Beogradi ndërton, poshtë Tizmi, kena thuj fotografit e Titos, dhe natërisht, si moshë shëre, edhe ne kanë hetu dikun, edhe kanë ardhë në kanë arrestu. Mu dhe 7 të tjerë, bashkëvendas, që ishim thuja të gjithë nxënës të jetës kohë. Në burgun e Prizrenit, në hetu e sik, në pas të hetues shqiptarët, cilët janë sjellë mizërisht. Hetues shqiptarë që janë sjellë mizërisht. Po, mizërisht. Edhe ne ishim të ri, po tentonin me çdo kusht në nxjerrin kush i ka pa. Ata kishin pas informata, i kishin ditë dhanat, edhe pas torturave disa muajshe, ne tani ishim pjesë e burgut në Prizren, edhe dolem në gjyq në marsin e 84-s. Po tash, qysh ka qenë, po moj me imagjinu pak, qysh ka qenë për një 17 vjeçar, se thatë pas torturave disa muajshe. Qysh ka qenë me i përjetu ato, për çfarë lloj tortura po flasim në fakt? Ata kërkonin pse me shkru, pse me prish rendin, pse me prish vllaznin bashkimin, pse me prish ratin, Kosova është mirë, Kosova është kjo. Për neve, ne ishim të ri, nështë dhe mjaftu shumë konceptet e mbrojtjes kërkesës Kosova Republik nuk ishim të plota. Po ne ishim pjesë e protestës edhe e mbështetnim protestat ose demonstratat asaj kohë. Dhe kena shkru parola, ata e lypshin kush në ka shty neve hierarki. Kush ka qëndru mrapa. Po. Na ishim vetëm grupi jonë dhe nuk ishim tjetër. Ju veç e keni ndje, jo se... Po. Ata shokët e mi tani në gjykim, po ashtu, e në denu me denimi maksimal që ishte për të mitur të rritur. Ishte denimi maksimal 3 vjetë e gjysmë. 3 vjetë e gjysmë. I keni mbajt. Dhe 3 vjetë e gjysmë i ka mbajt ditëm ditë. Kena qëndru tani në përburgje në Prizren disa muj. Njëtër kohë kam qëndru me Beru Gjemalin, nga janari të 84 deri në gusht. Dhe atje tani kena fillun një grevë për shkak të sjelljeve jo të mira të gardianëve të burgut. Edhe pas grevës, neve
Gardianët kanë qenë serb, shqiptar. Disa janë sjellë mirë, disa kanë qenë mjaft të torturus, mjaft poshtër, mjaft idiot, njerëz ne mund të themi për moshën tonë të pashpjesht. Po qëllimi jon Kosova Republik ishte angazhimi kryesor. Dhe tani për qëllimin të gjitha dhembjet ishim gatshëm t'i kalojmë. Gjithja vujtjet t'i përballojmë. Dhe kështu që me Bajrushin në dhamë dhe shokë të tjerë kena kriju edhe formësimin edukimit politik. Do me thonë, në atë kohë përkundër torturave nuk është se ndalë, thjesht. Si i mitur, i rritur, ata ishin më të vjetër ose në mosh më të mëdha për meje, dhe ata drejt për drejt me librat që i lexonin, që kishim mundësi, sepse në Burg ka qenë një bibliotek ku edukatori na imponon të librat e tyne për risocializim. Por na merrshim librat cilët neve na interesonte. Dhe kështu që lexoshim e përgatitshim në vazhdimsi, komentojshim ngjarjet, paguajshim shtypin për më në ardhmë lexu, dinte ato pjesë ku ishin që u doshin dhe deri në gusht. Në gusht kena hyrë në grevë dhe një muj na kanë çuar në vetmi në Qelia u quj ka atëherë, ndërsa tortura kena pësu edhe për komandantit burgut, miftarit, kena pësu tortura për drejtorit burgut, drejt për shkak se kena pas greven për shkak të maicave kuqezi, kërkuan të na heqin maicat, edhe ne nuk pranuam mi heq. Dhe ata tani me thunë, as me dhunë nuk pranuam na heq, edhe kanë fillu edhe me tortura, po edhe me ato tortura s'kanë mujtë me na heq maicat. Kështu që ata tani u detyruan të na çojnë për vetmirë, na për qelijat, na izolojnë, na japin masat ndëshkuese, mos me pas mundësi me ul ditën, me pas krejt parket, beton, me pas një hapësinë kohës shumë të ngushtë të pjetjes, dhe dyshekt ditën u duke me qitë jashtë, edhe ti me pas hapësinën bosh, mos me pas as ku mu ul, as ku mushtri. Ndërsa higjienën e tualetin e kishim një kon të mbrëna, edhe një bokall me ujë që me pas nevojë me ujë. Ndërsa drejtora ishte me diku 360 bira sa cigare duhonit. Ato bira do mund që reflektonin dritën nga jashtë, po edhe gjami ishte gjami i ertë, që themin gjami që nuk dëpërton, vetëm si dritë, që mos me mujt me pa jashtë. Kështu që për 30 ditë aty, tani kanë marrë vendim ata drejtoria e burgut që mu transferu në burgun e Gjilanit. Dhe në burgun e Gjilanit po ashtu kam qenë edhe atje për një muj izolim shtesë, si mas ndërshkuese për kokëforësi, dhe atje teshët në heqen, vetëm në gazeta dhe në plakat betonit për një muj ditë kena najt aty. Dysheket i kanë heqë, na i qitë që një jashtë dyshekt, në mëngjes nëra 6 i heqin dyshekt, dhe nëra 9 mrami i mërshim dyshekt. Do më thonë, u bën 2 muj që keni qëndru... Ajo ishte pjesë e ndëshkimit për shkak të kokëforësisë dhe qëndrueshmërisë që ishim rezistent ndaj organeve të rendit ata të rregullorëve të burgut. Atje kena mbet një vjetë në burgun e Gjilanit, nga 4 shtatori e 1984 deri në 4 shtator të 85-ës. Me 4 shtator të 85-ës kena mbajt me një podrum aty, gjysë podrume e ka qenë burgu atje, dhe atje gardianët ju sjellë jo mirë, ka qenë një epror ka qenë një gardian serb, ka qenë një gardian shqiptar, me të vogël i theshëm ai o sillte atje bashkë me një farë tasë që nëse se ka boj emrin, në rrashën, hishin, tortura, dhe britma, presion politik dhe psiqik. Po të njëjtën kohë, ka pas edhe raste më të interesante, për shembull një gardian tjetër, ne i theshëm Bili Bibra, nuk kujtohet tash emrit, bësh tamam si e ka pas, edhe na vinin libra, porositim dhe libra të botimit Tiranës. Edhe një ditë për ditës ai ta bën me ditë për çka po rrini këtu.
nga naiviteti ti, na kuptu mjaft drejt. Tha, këto libra botohen në Tiranë, shtypshkojnë në Prashtri, ju i lexoni këtu, dhe jini për Kosovë Republikë, nëse ju lejohet këto libra, cila është arsyeja pse ju marrin mbrana? Po, tash gjykata i ka leju, se ishte me leje të gjykatës. Dhe sjelljet e tilla ishin në vazhdimsi. Po të njëjtën kohë i njëjti, ne tani atje për shkak të rrethana dhe shtypjes dhunës që u përdor aty, kërkuam që prap me grev për me përmirësu kushtet, dhe se kishim dhomën aq të errët sa ishte 24 orë me dritë. Dhe natën nuk na tikni dritën as ditën. Dhe veç atë kohën e aerosit që kishim shëtitore që delshëm diku rreth 15 minuta. Vetëm aq, në 24 orë. Po, dhe kjo ishte një gjendje e rëndë, dhe aty ai erdhi një ditë. Po i njëjti gardian, ta këqyra, ta djema tha, jo ta po më dhimi që po bëni grev, po ma mirë ta me najt këtu, ta na jo rrehim, ta po eshte ti keni këtu, ta mi uquna për Serbia, se eshte në ty kërgjajnë. I kishte drejt në këtë drejtim, në atë kohë, në atë formë dhe në atë moshë nuk i ndishim të pasoja. Kështu që tani me 4 marë shtator të 85-ës, në qunë një grupë në burgun e Gurakocit. Gjurakoc atje, dhe atje tani kënë najtë diku në 7 muaj. Bashkë kënë najtë me Rejfqelen, Rambujen, Kadri Azirin, Kasum Beliun, Alia Jetin, Begjeti Mishtin, Nejmedin Gërkurin, Abdullah Rostolin, e të tjerë të burgosur politikë që ishin pra aty. Dhe aty zakonisht kena debatu, kena diskutu për çështjet politike, kena analizu librat e Kaçakit, kena analizu librat e luftat, si përgatitet luftat, si angazhohen për luftë, si formohen njësitet për luftë, kanë qenë veprat e Leninit, cilët janë mbi ushtrinë dhe mbrojtjen, domethënë kena trajtuar dhe kena analizuar në fokuset të ndryshme të prezantimit të përshtatjes dhe qëndresës në rrethana kohë cilët na duhet. Për natyrisht përcjellse në shtypin në ngjarjet politike të cilat ishin në kohë. Pas disa kohë aty domethënë prezenca e pasi të burgosërit politik po krijojnë unitet në idealin e tyre, domethënë për Kosova Republikë, në brenda burgut kena shkruar edhe trakte, domethënë u përgatitën trakte, po shkep trakte sepse kishte, Rama ishte më i vjetër, ishte organizum, Raifi po ashtu, ishte me grupin e Kadri Osmanit, Rama ishte me grupin tjetër, dhe këto ishin më të përgatitur nga ne, se ne ishim tani shtypshim, lexojshim, komentojshim, Aliajeti ishte në atë pjesë tash heroi Kosovës është, dhe këto ishin format e përgatitjes të edukimit, përgatitjes për një të ardhme, për një organizim më të mirëfillt në rrethana të kohës për Kosova Republikë, sa atëherë kjo ishte çështja. Çështja po. Deri në rreth shtatorit të kur kena shku, deri në diku vitin e ri kena prit atje, ka qershori diku prafërsisht, diku në 8-9 muaj kena nejt në Gurakoc, tani u bën po ashtu një farë krye ngritje brenda burgut, sepse pushteti ose gardianet ose drejtoria kishte masat të cilët kur drejt në ta thoi me thy unitetin e të burgosurit, ishte të burgosurit ordiner mu përlame të burgosurit politik, edhe tani mi shpërnda. Dhe kështu që atëherë në atë kohë tani ndodhe ai konflikti aty me të burgosurit ordiner dhe neve na transferuan burgun e Mitrovicës së Kosovës. Këtë Mitrovicën që kemi sot, tonë, dhe atje neve në rënë, po ashtu në fillimi ishim në pjesën e qelije, për shkak në dëshkimeve që na bartën, tani kemi qenë pjesë në dhëmë me Gjavit Azerin. Dhe me Gjavitin aty kena najtë diku një 6 muaj ditë, ka qenë për njeri shumë i veçantë, i jashtëzakonshëm, i përgatitun, i angazhum, ka qenë në grupin e lëvizjes pararojas, lëvizjes popullore të Kosovës, i dënuar me 9 vite në atë kohë, dhe ky ka qenë
përgatitja finale e imja për një të ardhme politike të angazhum drejt për drejt me njerëz të përgatitur, shok të idealit, kështu që edhe ditën dhe natën thoya nuk flenin, duke diskutu, duke debatu, derisa ato e transferuan për në burgjet e Bosnjës. Neve tani në qumë një farë dhome tjetër, një farë angari, një dhomë podrum atje, kena najt disa muj, tani me një dhomë tjetër, po ashtu një 6-7 vetë, deri ku kam dalë me 2 qershor të 87-ës, kena dalë nga burgu për herë të parë, me ditëm ditë për 30 e gjysë që kemi muajt. Pasi kam dalë për burgut, familja ka qenë këtu. Kjo shtëpi nuk ka qenë shtëpia tjetër, shtëpia e cila u zdjek gjatë luftës, dhe kjo është e rindërtuar nga ndihmat që i kanë dhënë forcat e TMK-s në atë kohë. Tani forcat e sigurisë dhe ushtria e Kosovës. Ndihmat kanë dhënë qytetarë të ndryshëm, mjeshtër të ndryshëm, me vullnetar është ndërtu, dhe sot jemi këtu ku e bëjmë edhe këtë intervistë. Në një vjetë e gjysë ka qenë koha nga 87 deri në 88-ën, kena fillu prapë aktivitetin masi kena dalë nga burgu, prapë me ata shok që i kena pasë në rreth ose kena mujtë mi taku dhe kena bisedu me ta si me bërë organizimet dhe organizimet. Dhe bashkë me një shok tjetër, kena formu një celullë këtu dhe ajo celullë natyrisht një moment ishtë dekonspiru diku amena jashtë dhe ka ardhë 40 burgu, qytetarët Kosovës jenë arrestu brenda ditës në gjithë Kosovën. Unë për këtu i të bashkë me një vendas, ajo pak një disa ditë pak ma vonë, dhe një tjetër është largua i pjesi i celulës, po ka rridha nuk e di, po me gjithat ne jena arrestu dhe kena në kanë marrë, tani ne kanë torturu po ashtu, shqiptarë, shumë idiote, sjelljet e tyre, fyret e tyre, sharjet, me nanë, me babë, cilat ishin të aq injuruse, fyse sa që poshtërsia tyne të prekte dhe të lëndonë më shumë se sa një dhunë dhe një torturë. Prandaj, sot pas kaq vite kur i kujtoj, i shoh ato fytyra e ndjej dhe atë dhimbje. Nëse mundem me inspektorët e shqiptarë cilët kanë qenë aty, do janë i shoh sot në për Prizren dhe krekosen me sjelljet e tyre. Qysh ka mundësi që gardian shqiptarë kanë? Inspektorë dhe gardian të dyat. A kanë qenë të shtyrë prej regjimit, apo ka qenë vetë si karaktere? Ata kanë qenë punëtorë aty, ata kanë qenë të paguar, ata kanë qenë shërbim të servis, të sistemit të servis. Tani unë isha veç 22 vjeqarë, tani isha i pjekun, tani e dina çka du, unë e dina kërkesat e mia, unë isha luftëtar për kërkesat e mia. Ne angazhonim për realizimin e Kosovës Republikë. Dhe gjithë të tortura janë bëna për gjithë Kosovën, gjithë ndaj këtyne 40 dhe 40 jemi gjyku. Dhe neve na kanë gjyku me një herë aty në 88-ën, kur na kanë marrë me 28 shtator, ne na gjyku diku në fillim të janarit shkurtit, dhe në fillim të prillit e kanë qenë në burgun e Dubravës. Dhe po, gjatë kohës ne kena qenë pjesë e burgjeve, janë bërë ndryshimet jashtëzakonshme në Kosovë, ndryshimet kushtetuese, në pushtet ka ardhur Slobodan Miloševići. Dhe në moment kur ka ardhur Slobodan Miloševići, edhe inspektorët e kanë hetu si tani nuk kanë ndryshuar qasja, disa kanë mund ta kuptojnë, po disa jo. Po prap kanë përdorur dhunë dhe torturë për me nxjerr fakte, për 15 për më na dënu, për shkak për libra, për pamfletë dhe për gjitha që ishte e turshme fyse për ta në sjelljen e tyre ku Kosova ishte mbuluar me protesta. Ishin protestat e studenteve të 88-ës, të 89-ës, dhe na ishim pjesë e asaj kohe. E tash, kur ne i shishim nga këto dhe sjelljet e tyre, i shishim ata
të mjerueshëm politikisht, në shërbim të një agresori, shërbim të një njeri ose një pushteti që na shtypte dhe na kishte shtypur vazhdimisht me shekuj. Dhe në gjatë gjykimit na dënuan neve të dy bashkë me shokun tim Kasum Beliun ka 6 vite burg. Dhe në prill të 89-s na bartin për burgun e Dobravës, mua ata e ndalin burgun e Gurakocit. Dhe para se më na qua atje, ka pas një ato protestat dhe është arrestu Xhamali Berisha dhe është marrë pe katit tret, është hudh pas torturave, është hudh nga drejtoria dhe ai ka vdek. Dhe tani neve për shkak të asaj gjendje na transferuan atje në burgun e Dobravës. Në burgun e Dobravës më taku tani me shokë të tjerë, të cilët ishin pjesë të vendeve të ndryshme. Atje më taku me Erdin Hysenin nga Podujeva, me Elmir Qicën nga Frejsaj, me Agron Morinën nga Frejsaj, me shokët nga Mehmet Ballazhin, me Kaçaniku, me Abdullah dhe dy shokë tjerë Jasharin nga Gjilani, nga Prizreni, nga gjitha anët e Kosovës, kështu që janë kriju rrethet dhe njohje të reja, me të cilat nga vështreja kon Gjavit Tahiri dhe nga Mitrovica po ashtu. Do se cilin vend kena pas njerëz që ishim marrë dhe me ta disa ma të pjekun, disa ma të ri, tani ishim të formësumë dhe diskutimet i kishim të plota, dhe kështu që kena diskutu për çështet edhe kena përjetu, me cilët gardianet prap nuk u sillshin mirë dhe atje, dhe pse ishin protestet e minatorëve, ishin dalë në skenë. Dhe minatorët ishin në grevë dhe na solidarizime me minatorët. Ka pas asi sjelljet gardianëve, cilët në burgun e Dobravës, televizioni i Radio Tiranës, televizioni shqiptar, unë shihte ose ndëgjohte pa thuja pa një antenë, dhe ne nuk guxoshim ta lëshojmë televizionin e Tiranës, ta ndëgjojmë me protesta se vishin gardianët dhe mershin masa, torturoshin të burgosët, pse i pëlqon për ndëgju Radio Tiranën. Tani ne mirëshim një të burgosur, e vendosim të dera me rujt dhe e lëshonim televizori për me ndëgju Radio Tiranën për prezentimin e ngjarjeve në Kosovë, sepse ne kishim cenzurët televizionit, cenzurët shtypit që mund të kishim për shembull të me pa ose me ndëgju për ngjarjet në Kosovë. Deri në prill të 90-s, kena qenë në burgun e Dobravës, kena qenë një grup i zakonisht harmonik, me unitet mirëfillt, me ideologjinë tamam për çështjen e Kosovës, jashtë partive politike që ishin si modele, po në atë kohë lindi edhe një lëvizje për shkak të protestave, për shkak të minatorëve, gjithë atyne, lindi ajo lëvizja e dorëzimit të dokumenteve, librezave, në Shqipëri thojnë teserave të partisë, dhe u formu kjo lëvizja demokratike atje. Dhe tani në atë kohë, natyrisht secili kur e shit këtë një ndryshim, e shishim nasje ideali jonë i luftës sonë, domethënë që Kosova Republikë tani veç ka fillu ta kuptoj se cila pjesë e shoqërisë, jo vetëm ne si gjeneratë, si ishim si grupet ndryshme, domethënë që ishim pjesë e angazhimit, po në këtë drejtim edhe qytetarët në gjitha anët me ato protestat kur ishin mbrojtjen e kushtetutës dhe lëvizja demokratike në dhanë një motiv dhe një forcë ma shumë morale me kuptu. Kështu që deri në edhe diku në mars, u bën ato ndryshimet tani për ndryshimet kushtetuese, ku Serbia e suprimoi autonominë e Kosovës, dhe erdhi një moment kur neve, aty në protestat që u bën në janar të 90-s, edhe pas 2 muaj, erdhi një moment, ishim pas dite,
diku rreth orës 5, ishim burg aty, pas asaj kohës pauzës të pushimeve, erdhi gardiani lexon emrat. Po thot Najt Hasani, Erdin Hyseni, edhe 7-8 tjerë, thot bëni teshat gati dhe shkoni për shtëpi. Neve në ndërprej me 22 prill të 90-s dënimi. Edhe kena përgadit dhe kur jena përgadit të bëhet dhe Simrami dhe kena dal nga burgu aty, as kush s'ka ditë e familja. As nuk kishim pare, as nuk kishim asgjë me vete. Veç na kanë qitë të dera, dhe sikur thoni shkoni ka doni. Pse ka ndodhur kjo? Po janë vendime që në burg nuk të majnë. Tani ti gjindo jashtë, thirr dikon, lajmëro dikon, dhe ne nuk kishim kënd të lajmërojmë aty, dhe kena dalë të rruga të burgut Dubravas, ajo pjesa Mitrovica P, ka ardhur një autobus, kem hyp aty në autobus, dhe ata kanë shku për Prishtinë, unë kam ardhur vetë për P, në P kam hyp me një autobus tjetër, se tani njani i kishte do lek, tani kena nda kret për pjestim gjitha ta lek për me mujt me pagu autobusin. Kur kom rrinë Gjakov, kam thirr motrën në telefon për me ardhë më marë. Dhe e kisha numrin e saj, edhe thirri tham qështu kur rëndinë atë, pu i pikujt po thirr, thash që i Gjakovës, qysht kanë lëshu, tani kanë ardhë ata më kanë marrë në Gjakovë, dhe kanë ardhë mes natën në shtëpi. Kur kam ardhë mes natë, këta nuk e besonin se i kisha dhe 4 vjet tjera burgje. Kjo është pjesë e gjithë këti angazhimi dhe më ndenë këtë fazën kur ne kena dalë, tani kanë fillu pajtimet e gjaqeve, dhe angazhimet për pajtimin e gjaqeve, cilët ka qenë një nga veprimet më të fuqishme të ideologjisë kombëtare, të njerëzit, që t'i pajtojmë njerëzit, sepse nuk kishim njerëz për humbje. S'ka pas vend për përqarje të tilla. Mi ika sajnet, dhe ishte një formë të bashkimit për një qëllim dhe një kauz për bashkat Kosovë Republikë apo një Kosovë e pavarur. Dhe ato formësimet e demokracive të viteve të 90-ta deri të një organizim i mirëfillt i protestave që u organizuan për studentët, kur tani na larguan nga shkollat, tani u mbyllën ato televizionet, radiot, shkollat publike na i mbyllën dhe tani fillon edhe mësimin nëpër shtëpia. Në këtë drejtim, angazhimet tona që ishin pjesë e lëvizjes popullore të Kosovës, por që e mbështetëm në ato lëvizje demokratike, tani u kërkohet edhe një riorganizim. Dhe ky riorganizim kanë filluar nga këshillet e rretheve, që unë kam qenë pjesë e këshillit të rrethave të Prizrenit me shok këtu, dhe kena diskutuar për angazhimet çfarë bëjmë gjitha, të ndihmojmë në mënyrë legale lëvizjet demokratike dhe të angazhohemi në mënyrë ilegale si lëvizja popullore e Kosovës. Dhe kena bërë veprime të dy fishta dhe të njëjtën kohë, deri në kur vitin 93 është majtë konferenca konsultative e Kërçovës, ku antarët e lëvizjes popullore të Kosovës kanë shkuar atje, kanë diskutuar, kanë bashkëbiseduar dhe kanë dalë si me qëndrimi, sepse vazhdimisht këtu për çdo ditë kishte tortura, kishte dhunë dhe kishte presione të ndryshme të pushtetit Serbisë, vinin njerëz të plagosen, vinin njerëz të rrahur, vinin me tortura të ndryshme, vinin të vrarë, merrin pjesë në përbarrime, gjithë ato, dhe derisa u formsuar një organizimi që riorganizimin du ta bëjnë Lëvizja Popullore e Kosovës, dhe atë riorganizim e ndajnë një sektor i veçantë, dhe ata ndajnë sektorin e veçantë, merret aty si sektor i veçantë Azem Syla, Hashim Thaçi, Gjavit Haliti nga jashtë, Ali Ahmeti natyrisht dhe Gjavit Haziri. Këta fillojnë atë formësimin e krahut të veçantë mbrana lëvizjes për me fillu një proces të krahut ushtarak. Unë nuk kam shku në atë mbledhje për shkak se nuk kam dash të identifikohem për shkak të rreziqeve që ishin atëherë, dhe kështu që ata tani kur janë kthy, është kriju
mundësia të matë një mbledhje tjetër në Prishtinë, mbledhja e 4 e Lëvizjes Popullore Kosovës, që del me statutin dhe programin politik të përmësuar, të organizuar, të mirëfillt për të ardhmen dhe në të program një nga pikët e treta e të statutit, thotë që Lëvizja Popullore angazhohet për zgjidhjen pasore të çështjes Kosovës. Nëse kjo nuk ka sukses, angazhohet me luftë armatosur për zgjidhjen. Edhe nga këtu, mas kësaj 2 ditë, 3 ditë mrapa me njëherë janë arrestu njerëzit e Lëvizjes Popullore bashkë me Gjavit Azirin edhe grup tjetër aty, Heredin Hyseni, Beru Gjemali, Sali Mustafa, ata kanë qenë një grup prej LKÇK-s, sepse u ndan se Lëvizja Popullore është adaptu me gjendjen edhe ato u dan si krah më i fortë, pa ata u morën vesh me shpërndarjen e trakteve dhe na e pam që duhet me ecë më përpara. Dhe në këtë drejtim na kena ecë tani më shumë në lëvizjen organizim, kur ata u arrestuan, për se po shoj një vërmëtari për një heri. Dhe pak kohë kena përcjell tani procesin gjyqësor, cilët janë pasojat e procesit gjyqësor, edhe qëndrueshmërinë, dhe kena ardhur përfundimin se nuk ka më kohë në shtetin ose në rrethanet politike që u krijuan në atë kohë që na të presim me këto konferencat për shtyp që dilin për çdo të premte, u turturu filoni, u rra filoni, u vra filoni, u tjerë, po tani duhet të organizohemi dhe duhet të qëndrojmë. Në këtë drejtim, bashkë me Gjiladin Gashin dhe Recep Selimin, Sokol Bashotën, kena diskutu me plakun, se i thëshim plakun, për një organizim. E kena qo fjala Zemsyle se ishte ai u largu nga Kosova pas këtyne arrestimeve që u bën në korrik gusht të 93-ës, dhe ne fillum pasandene riorganizimin. Ai riorganizim tani ishte për lëvizjet armatosur. Lëvizjet armatosur. Dhe i kemi kërku njerëzit tanë ku janë në për secilin vend të Kosovës. Me Zemsylen e kena diskutu mbështetjen logjistike që na duhet, se përshë ishte bukur e vështirë koha dhe rrethanat politike. Në ato mbështetet kena kërku që ai me ardhë më na mbështet me logjistik, natyrisht me mjete financiare, me armatime ku ka, me gjetë njerëzit, me angazhu dhe me ofru kush është i gatshëm ti përgjigjet tashmë ftesës në këtë drejtim. Dhe në këtë kohë, unë kam qenë pjesë dhe këtine organizimi dhe riorganizimi dhe kam kërku dhe unë e kam marrë barën kryesore të organizimit të njësiteve në për gjithë teritorin e Kosovës. Tani kam lëviz në për Shqipëri, kam lëviz në për Dugagjin, kam lëviz në për Drenis, kam lëviz në për Lap, në për Karadak, në për Prizren, gjithë pjesë të Kosovës, në Maqedonin, në Preshev, Medvegj, në Bojanovc, dhe në Malzi, natyrisht, gjithë këto teritorit, me gjithë njerëz, me gjithë armatime, me siguru buxhete dhe për një organizim për luftë. Në gjithë këto përpjekje, tani kena rënë kena organizu pjesë njësiti para ose njësiti ma i vogël ka qenë, ku kena qenë unë Recep Selimi, Sokoli, Munja, tani është shtrinj në teritorin e Dugagjinit me Lahin, me Gjevatin, Hajdarin, Hysenin, Sokolin, Selimin, është shtrinj në teritorin e Drenicës me Adem Jasharin, me Hamzen, me Saitin, me Musën, me Ilazin, me Nurën e të tjerë që kanë qenë pjesë aty. është shtrinj tani në Lap me Zahirin, me Akifin, me Isakun, me Avnin, Hasanin e tjerë, edhe e në shtrinj në Karadak me Recep Bislimin, me Vezirin, me Gjavit Gashin, edhe kena pas pjesën e terenit për mështrinj dhe në pjesën e Gjilanit, po është ndërprej ajo kohë, dhe në pjesën e Drenicës, pjesë tjetër e Drenicës ka qenë pjesa ku është me Plakun, me Bislimin, pjesën e Malisheves me Abibin, me Enverin, me
me lutën, me të tjerë cilët ku mund me siguru njerëz, edhe kene zonën e pashtrikut me Mensuri Zyberin, kështu që thuja se arritëm gradualisht në përpjekjet se cilën vend u duke me shku, duke me bisedu një herë, 2 herë, 3 herë, me diskutu, me thënë kjo ose ajo, dhe erdhi një moment e kena kriju si formën e organizimit, dhe e formë organizimit pas një aksioni që është bërë dikun atje, edhe ushtria, Lëvizja Popullore e Kosovës del me emën konkret ushtria që e merr për mi vete. Gjitha aksionet e përparshme, edhe këta ushtria qëllimtare e Kosovës. E nga këtu tani ne veç kishim fillu këto gjithë shtrirët, kena fillu ta kemi një mundësi ta krijojmë një organizim më të përhapurt. Edhe kena kriju një shtab operativ. Në atë shtab operativ tani kena shti njerëzit tonë që kanë qenë përgjegjës për zonat që janë caktu, është caktu përgjegjës për shembull për zonë Drnicës ka qenë Recep Selimi, në anën tjetër ka qenë Plaku, e ka autorizu Bislim Zogun, në për pjesë Dugagjinit ka qenë Lahiu, që i ka pas mrena shokët e vetë, për pjesën e Lapit ka qenë Zahiri, për pjesën e Mitrovicës ka qenë Syla dhe Aslani, për pjesën e Karadokut ka qenë Recep Bislimi, kështu që në pjesën kënena kemi qenë unë drejt për drejt, dhe kena organizu dhe kena pas takimet vazhdueshme të rrethonave politike, cilët kanë qenë për kohën dhe nevojat tona që i kemi pa në angazhim. Dhe në këtë drejtim tani kena kriju edhe shtabin qendror të Ushtrisë Qëllimtare të Kosovës, cilën e kena pas koordinimin mes shtabit qendror dhe shtabit operativ, kam qenë unë drejt për drejt. Në shtabin qendror ka qenë Azem Syla, Gjavit Aleti, Gjelatin Gosha dhe unë, ndërsa shtabi operativ ka qenë me këta të tjerët. Kështu që prej këtujt, kur kena fillu në organizimin tonë, si Ushtri Qëllimtare e Kosovës, ka qenë ajo fryma, motivi, sakrifica, besimi, që ne me luftën tonë kena mja arrit qëllimit, sepse lufta që ishin bon Bosnjën, në Kroaci, të merret andena, i ipshin motiv dhe çdo ku ne e shishim shpresën e njerëzve, vullnetin e njerëzve, po nuk kishte një iniciativë. Prandaj Lëvizja Popullore me iniciativën e vet, me Ushtrinë Qëllimtare të Kosovës që u kriju nga një sitet gorile, brenda i dha frym, i dha shpirt vendit atë dheut, dhe sot ne e kemi lirin. Falenderoj shumë që na priti sot këtu. Ne miq të dashur që jemi në episodin tjetër, gjithë mirat.